jam stomatologe fillimisht, se su prezentova si profesion. Tash, edhe ndryshimi i një buzëqeshjes, që dojnë dhëmë të bardhë, edhe dhëmë në harkë, dhëmë të bukur, edhe kjo është investim. American Smile që thirët. Po, ose Hollywood Smile që ajo. Edhe kjo është investim në bukuri dhe po ndryshon një tipar në vetën tënde. Tash, nëse nisëm si pas shpatit, as këta s'du të me bu. Por, momentin që ti ki nevoj, duhet me bu, se kime ndryshu komplet qasja jote. Shëndeti është shumë i rëndësishëm të goja. Për shëndetin diskutohet, nuk jënë, për dalë shëndet. Për dalë vetëm në estetik, në ndryshim estetik. Është i njejtë, për qëta për du me barazu. është i njejtë. Momentin që ti ndryshon komplet harkun e dhëmbëve, i bën disa, i dhëmbë barë nuk janë tutë, por që ti ndryshon për të mirë dhe dukesh mirë. Prapë është i njëjti. Tash nëse, pse po i ndryshojmë dhëmbët, është e lejume ndërkaq, hunda nuk është e lejume. Ti po banalizon dhe botin. Nuk është njëjtë si mi bo flex extension, si kur mi bo dhëmbët e botë. Po, dhe dhëmbët janë flex, ti se që ke qitë ato korenzat. Se s'po i lesë është të flex që shikip, se po dosh me i rrit gjenë 2-3 fesh ma të mora, për të një të i rrit ma s'po i gjenë. Gjenë masane nuk të shkën të viraliteti, që ato është esenca. Në regullje, normal, deli drill gjenë live TikTok, kuna e të ja drill mas porit. është një audiencë që e dënë qatë. Bota është interesant, se jemi... Po tani jo vëlla kuna ngacmojnë me shkujt, jo anena, jo kimina. Ato që dojnë, le t'i ngacmojnë. Tani të u shponë viktima ato, o me shki Kosovar, shumë ngacmus, anena, kimina. Tani jo vetë bëjnë ngacmojnë. Kosovarë është shqiptarë, po. Ta dëgjojmë jetën ende pak të këto kërkesat që vinë. Se mendoj që Shpati po flet për këtë pjesën, për këtë stilin e Kim Kardashian që në një periudhë u teprua si jo, po flas për stimin femrat kosovare, viteve të fundit janë shumë fake kokë këmbë. Kaq, për çat stil po flas. Okej. Mendimi i Shpatit. Po jeta. Po, nuk pe di ku meta. Te kërkesat e vajzave të reja, sidomos sepse vajzat e reja janë ato që afektohen nga trendet dhe nga personazhe të ndryshme publike. Po, përveç, do me thonë, dhëmbët që nuk po u konsideroj kanë ndryshim estetik, konsiderohen edhe kjo ndryshim estetik, jem të janë ashkalu nevojen kur ki dhimbje, jem të janë ashkalu këto, jetu e buni ndryshim vetëm estetik, do me thonë, është e lejume, edhe ka mundësi që ti me realizu, jenë metoda ndryshme, tu fillu për zbardjes dhëmbëve, venirës e shumë tjera. Edhe mendoj që ndryshon komplet personaliteti i personit momentin që e arrin buzëqeshjen e duhur. E arrin ndryshimin që nuk i ka pas, s'ja ka falë Zoti dhëmë të bukur, shumë thjesht. Mirë po, egziston prapë po thëmë, unë një marë shumë edhe me estetik, ndryshime estetike, kom apliku filler dhe botox, sidomos në fillimet e karierës ta. Këtu jemi na, doktor, që duhemi me ndalu dhe me ndihmu, mos me te i kalu limitin mos me u tjetërsu. Pra në këtë pikë të i kalohet limitit, dhe në këtë pikë kërkesat janë enorme të vajzat të reja. Momentin që një femër i bën ndryshim, i ndryshon buzët, pak. I bën shumë pak në ndryshim. Pak e shumë i ke ndryshu, s'ko ato pak. Shumë e thjesht, i ka ndryshu. I ka ndryshu, por ftyra e vetë nuk ka ndryshu. Ajo është e njihet brepërithit vetë, njihet, nuk u tjetërsu si ftyrë. Por momentin që ajo prej dëshirës madhe tash prej qefit që asaj pi pëlqejnë, rrethit pi pëlqejnë, rritë dëshira edhe nuk ka më limit. Këtu jemi na doktor që duhemi me stopu. Këtë rast, doktor psikologët, se dhe vjenë edhe te psikologu, kur dëshira bëhet e pa kufi, nuk ka edhe nuk den limit. E atëherë, unë vetë bëj këtë punë edhe nuk bëjnë ndërhyrjet cilat mendoj që e tjetërsojnë edhe shpërfytyrojnë paka shumë njëri. Mendoj që ky duhet të vetë personalisht raste kur i ke thonë është tani vajzës që nuk trenë mirë, jetë exagjerua dhe a kanë tentu prap me shumë, nëse se kam bute unë e kam bute ikon tjetër. Jo më nuk mi bind, se unë e kom ditë që momentin që si bojnë të one, e një paka shumë se merë në përditshmëri me njerës, edhe paka shumë i një njerës, tash e di që nëse nuk e bën që ndryshim të onë, se nuk po du me bo onë, e bën të një doktor tjetër. E këtu mendoj që duhet me ndërhy psikologu me pas mundësi, që me bind, mos me... Jo, këtu s'po nevoj me ndërhy psikologu, këtu veç duhet me ndërhy, dhe me thonë, institucione gjesit që me imbyll keq të klinikat,
që po bojnë si ndërhyrje. Nuk monesh me mbyllë, se si janë t'jashtë leqme ato. Jo, po mi bo t'jashtë leqme, me bo një lejtë E kam një diçka për shpallë. Nëse vazhdoni që shto, dhe me thonë, keni mi qitë në tokë edhe partnerët kosovarë, dhe me thonë, ata të detyru ju për mi vodhë rotat shtrajtat grimit, jo Chanel, jo atje, të detyru që me i qua atje, dhe me thonë, unë vetë kum posë rast, vetë kum posë rast, dhe me thonë, qika ka shku në TikTok, ja kum bo ekstra një video asoj, qika dhe me 24 vjeqe, ma ka drejtu mu paramene qifti ti. Vetë qika Kosovore 23 vjetë ka shku të më në TikTok paramendojnë qifti i këti për mund këtë ras me mojt. Mas pori, mund vjen tërp qysh një qik 23 vjeq që jenë kushtet ma të mirat botës ever që i kena tasht, me mendu që një moshkull dohet me mbojt një femër mas pori. Ajo u konë gjithmo me vitet tona, me shekuj tona, u konë gjithmo moshkull, u konë ajo që ka pru buke në shpe. Nëse na e shikojna që shu ndërtu familja. Jo, atër tje ditët e sëshme me menu që një moshkull Kosovor duhet me mbojt femën, kjo është e kur. Ditët e sotme po ashtu ka shumë vajza që punojnë, ka shumë gra që punojnë, ka shumë gra që edhe rritin vojzat Kosovore harrojnë që duhet me u shkollu, edhe menu që meshkuj duhet një mbojt. Ashtë e kur me menu që një vojz e gjenerotës 2000 duhet me mbojt partneri. Ajo të që më qëmë vetë. Mos të generalizojmë sepse... Se shumë ofenduese që nëjnë arrit në njërë patriarkale që shumë vite edhe gratë s'kanë pas të drejt me punu. Është i ki krejt gjyshtet e botës, është i ki krejt kushtet e botës. Po jo s'po punoj se qika gjenerotës 2000 e tutje, po kërkoj që meshkuj me imbojt fejna. Meshkuj jenë konë ata, nëse na shikojna histori, nëse na shikojna histori para 2000 vite, moshkut jenë konë ata që e kam po të fiziku ma jo, hini para krishtë pa atere, që kanë do gjueti dhe kanë pru buke në shpe. Gruja është qenje që e mirë mban, e rrit një familje, bëhet shtazon, që gjërat moshkujt nuk punën mi bo. Dhe këtu jenë konë të dalume. Sot, femnat nuk ka nevoj mu martu, sepse na vetë punojna, vetë e prujna buke në shpe. Cela? Vetëm qka jo, që të gjenerotës 2000 tutje, jo. Këto gjenerotës 2000 tutje po kërpojnë nge klosat shtrajta. Bëllja mikrofonin. Këto gjenerotës treja po kërpojnë që me i hyfëm me shkëve Kosovor, në gjik los, në kjedhet shtrajta, nuk po dojnë me hymë, qysh për qinjet vogë. vetëm nuk po du, shpatë dhe gjurë, veç qka nuk dua të dalë nga... Komplet gjenerota 2000 tutje. Jo, veç qka nuk dua të dalë nga ky emision, është të generalizojmë gjëra. Sot është e vërtet që na kemi vajza shumë të arrira, kemi vajza që sot studiojnë, që shkollohen, që kjo liri konsiderohet edhe kur një vajza më tha ka dhe mundet, të shkoj të bëj këtë ndryshimin edhe fizika, me investimet e veta. Mos që generalizojmë gjëra. Po ti mos e këshur një vojë, merë një anketim që është një goca sot dolin qasene. Vesh një shambull e opa që më ka thonë vetë mua. Mëse merë personali që të ka